Ronaldo. E pse jo Messi për shembull? Për shkak se stili lojës tem nuk lidhet me lojën e Messit. Messi është më lojtar teknik që ka qef me driblu. Po mos harro që te Messi ke shkup me lujt, aty afër në futbollin na mendojmë që është shumë i thjeshtë, po është shumë i komplikuar për shkak se mënyra e pasime, mënyra e ndërlidhshmërisë. Ndërlidhshmërisë, çysh lidhet loja, çysh luhet loja, është ketë, unë e them si matematikë, çysh ketë duhet mi pas pozitat e veta. Secili duhet me funksionu pozitat e veta, për shkak se nëse vetëm një gabim e bën, vetëm një sekond je mbrapa, atë komplet aksioni mund me dështu. Për ata duhet më konë i përpikt që me lidh senet shumë mirë. Ti me gjuhën spanjolle, katalanase, mirë, atje duket katalanase. Po, aty flitet katalan, po, katalan me zveti folin, po kështu spanisht në për stërviqe, zakonisht spanisht, jem të mësu gjuhën. Nuk është gjuhë dhe shumë e vështirë më duket, spanishta? Nuk e di qa me thonë, për mu pak është e vështirë, se nuk është e kom menu në herë që ka me mro ka shpejt me mësu, po jem të mësu. Si që është dhe futbolli, apo? Po, aty ketë jeta shpejt aty. Me anglishtë si që ndrojnë aty? Mirë, ata që jenë pak më shumë nuk është që e flasin mirë, për shkak se normal që nuk ju duhet fërë se... Po, gjeneratat më të reja... Po, gjeneratat më e vjetën, ndërsa të rejat e folin. Apo ja mëson ti shqipën atyre, apo ata ta mësojnë spanishtë? Po, ka pak, po ata ma shumë spanishtë në të shkullën. Por zë e fjallë shqip, apo jo, Normal, e kemi në gjak pak. Spanishtën jem të e mësu, që një muja kom fillu me mësu, mirë po jesin mësimet. E duke bën një kurs intensiv apo me kurs 2 herë në javë. Shkoj hallën edhe të mërkurën, 1 orë gjysmë. E kam një. Mirë, rrugën e cilit futbollist e ndjek Gerti? Futbollisti jam që më ka pëlqyer që më koni vogël është Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Normal si zakonisht si. A Messi a Ronaldo? Ronaldo. E pse jo Messi për shembull? Për shkak se stili lojës tem nuk lidhet me lojën e Messit. Messi është më lojtar teknik që ka qef me driblu. Po mos harro që te Messi ke shkup me lujt, aty afër në atë rrethën e Messit. Po, normal që rrethën e Messit, po. Mos ta marrë vesh Messi ta. Po më pëlqen loja e Ronaldos për shkak se është gol shënues edhe unë kam qef me shënu gola, kështu që. Po jo me driblat shumë, po me jo shumë, direkt e gol. Me shkut te vani. Që ndonjëherë në stadium ku ka luajtur Cristiano Ronaldo për shembull? Kam vizitu po Camp Nou, po jo ka luajt aty, po nuk u kon pjesë e Barcelonës, e Real Madridit, po jem kon me vizitu Camp Nou. Jem kon me vizitu stadiume në El Sadar që është në Pamplona ku është Osasuna, gjithashtu edhe në Bilbao ku është Atletico Bilbao që është ekipi La Ligës, edhe ato e kom vizitu, kështu që më ka rënë me vizitu stadionet La Ligës.